Kampionati botëror në futboll ka hi tash në javën e dytë, gati në javën e tretë po shkon. Ekipet janë zhvilluar shumë ndeshje sportive, ekziston tash një farë përshtypje se ku qëndron cili ekip pak a shumë, sepse më pa duke luajtur dhe kush mund të jenë pak a shumë në një farë forme favoritët potencial, por edhe ata që ndoshta kanë dalë më keq apo më mirë se që është pritur. Nëse është ende herët dhe do të kemi pastaj fazat më agresive të kvalifikimeve, por një përshtypje e parë është dihet. Dhe derisa për sport dhe për futboll dhe për ekipet e futbollit kemi një farë përshtypje të parë, në politikë dhe për ndërtimin e qeverisë dhe institucioneve s'kemi kur farë përshtypje se si do të veprohet. Procesi i numërimit tashmë në një farë forme ka përfundu, numrat në kuvend dihen, por nuk e dim se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Sidoqoftë, kemi thënë që në këtë periudhë, si blitz intervju, do të fokusohem më shumë të argëtimi dhe të sporti. Unë mysafire kam një person i cili ka një kontribut të jashtëzakonshëm në futboll në Kosovës, edhe kontributin e tij direkt në terren tash e ka bërë dhe po e jep edhe në përsëritjet televizive, e ka dhënë edhe në kuvend, do të shohim do ta jap sërish në kuvendin e Kosovës, është edhe politikan, por më shumë është ekspert i sportit dhe i futbollit. Kam kënaqësinë që në këtë blitz intervju ta kem të ftuar Bilbil Sokolin, trener, ekspert i futbollit. Bilbil, faleminderit që je. Është kënaqësi të jem së bashku me juve, me që njefemi gjatë edhe kemi qenë shumë shpesh në studiot e njëjta televizive. Është nësi tash gjatë kësaj kohë kur mendoj që kampionati botëror ka hyrë në një fazë të dytë, në rundin e dytë të ndeshjeve dhe tash siç e thatë edhe pak a shumë kemi pa qasjen e ekipeve, formën e ekipeve, ndoshta aty këtu ndonjë dobësi të ndonjë ekipi edhe pse është shumë herët. Bilbil, aja ka marrë anën, aja mori anën më në fund sporti i politikës këto javë? Unë mendoj se futbolli në bazë të asaj që apo shoh në qytet, interesimi është shumë i madh me i përcjell ndeshjet e futbollit, që po zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Meksiko dhe në Kanada, sepse këta janë një koqir të këtij kampionati. Dhe po luhet me një format tjetër, por duhet me cekte se vërtet pjesa dërmuese janë të përqendruar në ndodhit rreth formës ekipeve, rreth rezultateve, rreth lojës ekipeve dhe popullata këtë moment po e përcjell më shumë kampionatin botëror se çfarë po ndodh në politikë. Je duke komentu kampionatin botëror dhe ke dalë në komentimin e kampionatit botëror me njëherë mas një fushate zgjedhore. Çka vren si dallim kështu? Ku njihesh më mirë? Duhet me cek se unë si profesionist jam i sportit dhe nuk diskutohet as fakt që shumë më mirë ndihem në sport. Unë ende nuk e kom ndi si sportist atë pjesën e fushatës, kom marrë pjesë në disa tubime, në disa takime që organizohen zakonisht gjatë fushatës. Krejt çfarë mund të them, unë ndihem shumë më mirë në pjesën e sportit edhe kom thënë, unë profesionin nuk e ndroj për shkak të politikës. Motivi kryesor ka qenë është dashur këtij parlamenti një ekspert i futbollit, i sportit, jo nuk jam vetëm ekspert i futbollit, unë jam profesionist i sport, varësisht gjithashtu jam mbi 35 vite ligjërues në universitet, në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit, dhe aty kam dhënë kontributin tim si ligjërues në lëndat sportive dhe është profesioni im. Pastaj një kohë gjatë kam qenë si trener, isha edhe jam trener, dhe qëllimi kryesor, motivi kryesor është që në një shtet të ri çfarë është Kosova, mos të ndodhin gafe të mëdha në sport, sidomos të pjesa e infrastrukturës. Ju po shihni që po ndërtojmë objekte sportive, shpesh kërkesa janë megalomane,
për shembull, kërkohet të ndërtohet një stadium kombëtar, të kërkohet të ndërtohen stadiume në qytete, të gjitha janë të nivelit. Pse konsideron megalomane kërkesën për stadium kombëtar? Jo, nuk është kërkesa megalomane për stadium kombëtar. Kërkesa megalomane janë që në për gjitha qytetet dëshojnë të ndërtohen stadiume mbi 10-12.000 shikus. Tash imagjinoni, jo është 9.000 shikus, 8-9.000 shikus në Drenas, 12-13.000 shikus në Gjakov. Unë mendoj që stadiumet tona ma shumë se 5-6.000, 7.000 shikus nuk mund t'i absorbojnë ato kërkesat tona, se kinse do të kemi 20.000, 10.000, 15.000 shikus, na duhet me ditë sa kemi kapacitetin edhe të mirëmbajtjes. Një stadium prej 15.000 shikusve, varësisht prej asaj çfarë cilësie është, shkon prej 3 deri në 15 milion mirëmbajtja e tij. Dhe na duhet me qenë vetëdijshëm nëse ndërtojmë hajde 10 stadiume me nga 10-12.000 shikus, dhe nëse mirëmbajtja aty shkon ka 3 milion, 4 milion mesatarja, imagjinoni na vijnë 50 milion veç për mirëmbajtje, kurse kapaciteti jon, unë mendoj se nuk është aq i madh, prandaj duhet me pas kujdes në këtë drejtim çka ndërtojmë. Kurse stadiumi kombëtar është i nevojshëm të ndërtohet, por duhet me pas parasysh edhe vendin edhe forma se si duhet duket ai stadium. Nëse ju ndërtoni një stadium, tash stadiumi duhet me qenë pranë qendrave të mëdha tregtare. Stadiumi duhet me qenë me qasje afër autostradës, afër aeroportit. Këto janë disa Ka qenë dy opsione, Brnica dhe Drenasi. Ka qenë opsione Brnica edhe Drenasi, më duket është trajtu, është që numri i shikusve është përmend prej 30.000 dikush, 50.000 dikush edhe 60.000, kurse ne si shtet i vogël që kemi 1.600.000 banor në matjet e fundit. Po mendoj që stadiumi janë maksimumi duhet me qenë 15.000 deri në 20.000 shikus, ishte dasht, sepse është e vështirë të mirëmbahet ai stadium nëse ndërtohet, edhe kudo që ndërtohet, unë mendoj se duhet të bëhet një ekspertizë profesionale, duhet të shiqohet përpos atij fizibilitetit të tokës që e bojnë zakonisht, duhet shiqohet edhe fizibiliteti gjeografik, pozita, fryma, ka frymë gjatë 365 ditëve, nëse kemi frymë duhet stadioni mbyllur, nëse ndërtohet stadiumi mbyllur, duhet dielli artificial për me mujt me pas bari vegetacionin. Këtë këto duhet me qenë afër asaj lokacionit ku lidhet me nxemje qendrore. Gjitha këto duhet mi marrë për bazë dhe mandej me u ndërtu duhet me qenë afër autostradës. Na megjithatë e kemi aeroportin e Slatinës edhe aeroportin e Shkupit e kemi afër, që nuk kemi asnjë probleme edhe rrugët janë të qasshme, por këtë duhet ekipi ekspertëve të vendosë edhe pas një analize të qasim edhe të ndërtojmë. Ka nevojë stadium kombëtar, ka nevojë me qenë stadium modern para së gjithash. Në region çfarë kemi, konkretisht është në Tiranë që duket një stadium shumë modern, i cili sjell të ardhurna. Këtë duhet me pas parasysh, sepse ai stadium duhet të mirëmbahet, dhe mirëmbajtja e një stadiumi modern është shumë e kushtueshme. Dhe po e bëj pyetjen e fundit jashtë kampionatit botror, se pas kësaj pyetje do të shkojmë me kampionatin botror futboll. Çka po ndodh me lojrat mesdhetare? Kam një farë përshtypje që, si më thonë, nuk jemi kërkah në drejtim dhe që ndoshta nuk kena mujt më nxon afatet. Lojrat mesdhetare 2030, Prishtina 2030 që mbahen në Kosovë, po mendoj që janë lojrat para së gjithash të karakterit ndërkombëtar, janë një moment ku mund të përcillet imazhi i shtetit, nuk diskutohet domethënë krejt kjo, po rreth asaj duhet me sqaruar opinionit se janë 35 shtete anëtare të komitetit ndërkombëtar të lojrave mesdhetare, domethënë anëtarë të komitetit lojrave mesdhetare janë 35 anëtarë. 35 tim duket është në mes në 35 është edhe Serbia, sa di. Dhe unë nuk besoj që ata do të marrin. Nuk e besoj, por çfarë mund të ndodhë
për deri në 2030 nuk mund me parashiku, mund të ketë edhe garus, po 35 antarë. Dhe unë po mendoj që nuk është vështirë me kriju apo infrastruktura me i plusu të gjitha kriteret që kanë nevojë lojnat mesdhetare. Në nevojitet stadiumi olimpik Adem Jashari të përfundoj, sepse aty mund të banë hapje dhe mbyllje, sepse i plotëson kushtet rreth pjesës organizative të lojnave mesdhetare ku është atletika para se gjetesh aty dhe ka shtegu në atletikës. Stadiumi do të jetë i gatshëm, jam i sigurt aty, ku pjesa e madhe do të zhvillon aty, objekte sportive për judo mundje me siguri do të barten në pej. Unë detajet nuk mund mi ditë sepse këte është master plani edhe është komisioni i veçantë që punon pranë Komitetit Olimpik dhe barësit e organizimit janë Komiteti Olimpik. Politika, gjësi shteti, i suporton, i mbështet me infrastruktur, me siguri, sepse dihet që presim që t'jenë prej 15.000 dhe në 20.000 mysafir. Sportistë edhe pjesa shtesë. Kjo është dihet një gjatë tjetër që do për herë të parë organizohen lojnat mesdhetare, organizohen një shtet i cili nuk ka dalje në det dhe këtë zgjidhje, këtu është gjetë zgjidhja, do më thënë, po lojnat mesdhetare dhe garat në lundrim individuale dhe ekipor do të bëhen në Durrës, në Shqipëri, edhe kjo është krejt, ka shku si pas planit, e vetë mja gja është vonu derisa është aprovu ligji për organizimin e ndeshjeve lojnave mesdhetare, sepse ju dini që një vjet e gjysë 2 vjet ligji për lojnave mesdhetare ka qenë kushtetuese dhe tani janë aprovu shumë ligje dhe së fundit është aprovu edhe amandamenti për organizimin e lojnave mesdhetare në bashkëpunim me Shqipërinë. Dhe unë mendoj se deri në vitin 2030, në realitet deri në janar të 2030-s duhet jetë e gatshme çdo gjë. Në janar 6 muaj para zhvillimit të ndeshjeve të garave, është një komision i cili jep mendimin, do sot bjen vendimin se mund zhvillohet apo jo, pasi të bën kontrollimin e objekteve sportive edhe e shet gjendjen çfarë gjendje në ata dhe në një optimist që Kosova i mrrin fatet. Unë jam shumë optimist sepse shënë 35 shtete nuk është ndonjë organizim sikurse që kishte me qenë për shembull lojnat olimpike. Lojnat olimpike janë mbi 300 antarë të Komitetit Olimpik ndërkombëtar. Tu kemi të bëjmë me lojnat mesdhetare, është një garë shumë më e kufizuar. Po shoh shumë panik edhe tek sportistët se a mundemi me mbri, as mundemi me mbri. Unë mendoj që pishinat janë në përfundim e sipër. Deçani po dujeva disa pishina olimpike të cilët i plotësojnë kriteret. Stadiumi Adem Jashari do të jetë i gatshëm për sportet të vogla, renovimi i disa sallave që do të jenë të gatshme për këto, renovimi, pritja e sportistëve në konviktin e studentëve, do të thotë fshati olimpik është në renovim apo në program që të jetë i gatshëm. Do thotë, unë mendoj që kapacitetet tona i plotësojnë. Kemi mundësi të organizojmë këto lojna mesdhetare edhe çdo gjë me mbrim me afat. Unë po mendoj që kemi kohë dhe nuk janë këto kushte që Kosova nuk mund t'i plotësojë. Profesor, po shkojmë tash te kampionati botëror në futboll. Është kry, ta themi kështu, raundi i parë, ndeshjet e para janë zhvillu. Cila kombëtari ju kalon më shumë përshtypje? Në fillim të kampionatit tojnë gjirot e para. Është shumë vështirë me analizu gjendjen fizike, teknike, taktike, psikologjike të grupit. Çka kemi pa tash është që kampionati aktual Argentina është me Mesin krye, jashtëzakonisht mirë e vendosur edhe kom pa formën, mobilizimin e tyne. Kom pa Gjermanin, kom pa Francën, kom pa Anglin, kem pa këto janë afërsisht. Kush nga këto të kalon më shumë ti përshtypjen? Këtë përshtypjen e parë, ta themi. Përshtypjen e parë kom pa Franca shumë e mobilizuar dhe udhëhequr jashtëzakonisht mirë, po jo me dallim të madh nga Argentina, nga Gjermania, i thash
nga Anglia, por duhet me cek se në formë shumë të veçantë apo janë ekipe të cilët janë organizatore Meksiko, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë të 3 ekipe të cilët kanë startu jashtëzakonisht mirë edhe tregojnë që kanë shumë mobilizim brenda grupit. Kur e shqyqon një ndeshje, shihni brenda grupit si funksionon. Në qoftë se në ndeshjen e parë që janë befasit ata të cilët i zbulojnë dobësitë e kundërshtarit. Befasia më e madhe ka qenë kepi i Gjelbërt me Portugalin. Rezultati 1-1 apo 0-0. Ishte befasi shumë e madhe, një ekip i cili befasoi, vërtet befasi dorës parë. Befasia e dytë ishte Katari dhe Zvicra. Zvicra është një prej 15 ekipe më të mira në 15 vitet e fundit në ranglist e 12 aty sillet, që do thotë se unë mor një rezultat i barabartë 1-1, ishte befasia e dytë, dhe befasia e tretë mund konsiderohet ndeshja Australi-Turqi. Ekipi cili ishte shumë cilësor i Turqisë humbi ndeshjen nga Australia dhe në momentin kur Turqit kishin një seri të ndeshjeve shumë të suksesshme, edhe kjo ishte befasi. Por këto janë vetëm ndeshjet e gjirës së parë. Në gjirën e dytë, tash kur fillojnë kalkulimet taktike, aty do të shohim sa janë ekipet të mobilizuar. Këto janë ekipet të yjeve që kanë yje në grupe, edhe ky menaxhimi këtyne është pak problematik. Prandaj tash do të shohim si është ajo pjesa taktike e këtyne futbollistëve, të cilët në momente mund me pas krizë. Fitoi dje Zvicra kundër Bosnës me rezultat bindës, po fitoi edhe Kanadaja kundër Katarit me rezultat 6-0 dhe dolin në vendin e parë në tabel. Tash në takimet mes të Kanadas edhe Zvicrës, Mosin forcat, po. Mosin forca kur do të jetë për vendin e parë, sepse depozita e parë është kalkulim taktik për me marrë pjesë në ndonjë grup, me ikë ndonjë kundërshtari. Këto janë zakonshme që ndodhin, por që shihet forma dhe mobilizimi i tyne ekipeve. E përmendë Zvicrën, Xhaka Mbrëm realizoi gol. Ti farë gëzim që e marrim në 6 shqiptarët e posaçërisht kur s'kemi as Kosovën as Shqipërinë këto gara. Me këtë veprimtarinë e tij sportive të shumë, a është Xhaka lideri dhe futbollisti më i mirë shqiptar i gjitha kohërave, apo keni dhënë tjetër në listë para tij? Shqyqani, varsisht në kohën të cilin periudhë ka qenë një futbollist, por Xhaka me siguri është futbollisti më i mirë shqiptar, i cili luan në 4 kampionate botërore, po aq më duket edhe kampionate evropiane, tash ti mos më merrni për këto statistika, por është vazhdimisht njëri për futbollistëve, lideri i ekipit, njëri me kontribut shumë të madh, ka luajtur në ekipet shumë të fuqishme të Evropës. Tash pakës është i atakum pas kësaj ndeshje me Katarin dhe ka pas një tronditje brenda taborit të Zvicrës, mu për shkak se Xhaka ka kritiku grupin për angazhimin dhe mandej ka pas komente se kinse lojtarët kanë reagu. Kjo është vetëm tendenca që të shkaktoj hutit, shkaktoj tronditje brenda grupit, se ky faktor psikologjik është faktor shumë i rëndësishëm që të kontrollohet. Dhe ky është madje vendimtar për një ekip të jetë i suksesshëm, sepse brenda klubit futbollistik është lehti menaxhosh grupin, ka hierarhi, por kur luani në një kombëtare, në një përfaqësuese, si të doni thoni, aty janë të gjithë yjet që vinë, edhe secili prej aty në futbollistit që është brenda grupit e ka të shprehun jashtëzakonisht në nivel të lartë egocentrizmin, edhe gjithë mendojnë se çdo gjë sillet rreth aty në individëve, dhe nëse ju atakoni me ndonjë deklaratë dhe shkaktoni brenda grupit për çfarë? Ai dha përgjigje, bro. Ai ju ka dhënë përgjigje në një farë forme. Në një farë forme, edhe reagimi pas deklaratës atij Ibrahimovicit, i cili nuk ka qenë korrekt
ka insistu kinë se është dashtë me gjujt një penalti ai që shënoi 2 gole në ndeshjen, kurse Gjaka ka qenë kapiteni i ekipit për me qenë sportist i nivelive tjera ta mbaj grupin në dashtë me ekzekutu tjetri. Unë po mendoj që në këtë eveniment nuk mund të ekzekutoj penaltin gjujtin e lirë dikush që s'është i planifikuar. Po duhet gjuj sepse është shumë e rëndësishme edhe penaltia. Me vetë faktin që nevojitet që shënohet gol, atëherë më mirë ta ekzekutoj dikush që ka përvojë, në këtë rast Gjaka, sepse ajo gol diferenca është edhe shpesh vendimtare në rangim. Edhe ndodhi që Kanadaja fitoi kundër Katarit me 6-0 dhe doli në vend parë. Edhe pse Zvicra fitoi bindshëm, por nuk mjaftoi ai golloverazh. Domethënë dhe kjo është e rëndësishme, por këto deklarata kur stërmadhohen kështu, atëre kanë qëllimin me shkaktu përçarje brenda grupit që është shumë e lehtë. Edhe tash kjo e ngjashme është ka ndodhur edhe te Portugalia, ku është Cristiano Ronaldo dhe shumë vretje për shkak të egoizmit, për shkak të mos bashkëpunimit në momente vendimtare. Dhe këtu kërkohen arsyet për dallim prej Argentinës, e cila brenda grupit ka një homogenitet lartë dhe të gjithë janë në udhëheqjen e liderit. Messi ende është i paprekshëm aty dhe po mendoj që zakonisht thuhet kush e fiton kampionatin botëror, fitojnë ata që janë mësuar me fitu. Këtu fituest janë francezët, spanjollët, nuk i përmendëm, të cilët poshtu kanë dështu në ndeshjen e parë. Në realitet me kepin duket ka qenë Spanja e cila ka luajtur se ta përmirësojmë gabimin, edhe e cila ka barazu me një ekip i cili krejtësisht është modest, ku një vlerë një lojtari vetëm Yamin Yamal kushton sa krejt 2 herë ekipi kundërshtar që luajti. Por paktën ajo ndeshje prodhoi një hit medial, portierin e ekipit. Po, ishte lojtari i ndeshjes, edhe zakonisht me këto statistikat ku një ekip dominon me 75-80% dhe nuk arrin që të fitojë ndeshjen, atëherë zakonisht del portieri lojtari i ndeshjes sepse ka shumë mbrojtje, përkundër shumë goditjeve që ka kundërshtari dhe portieri kur arrin që t'i mbrojë ato dhe del me rezultat barabartë, atëherë është njeriu i ndeshjes, lojtari i ndeshjes del portieri, zakonisht. Apo e vun Portugalia madhështinë e Ronaldos, nga madhështia e Ronaldos? Sepse e përmendet pak. Është kontrolli i grupit, aty brenda atij egocentrizmit që e cekëm, duhet me qenë prioritet i punës së çdo trenerit që të menaxhoj grupin. T'ja u bëj me dije futbollistëve se kush është ai që do t'i prinë përpara. Ju shihni shumë shpesh gjatë ekzekutimit të gjujtjeve të lira afrohet aty ku s'ka informim më të hershëm, atëherë mbrin kushdo që e merr topin, e zakonisht këta që janë me shirit kapitenit apo këta që janë lider të grupeve, ata kinë se vendosin në këto grupe ka luhatje edhe të formës, edhe në qoftë se Portugalia dhe në ndeshjen e dytë do t'jetë po ashtu me rezultat të dyshimt, kisha me thonë, nëse befason do një barazim, atëherë do t'ketë shumë problem menaxhimi i grupit lojtarëve dhe do t'ketë shumë pakënaqësi. Harrova me përmend Holandën, e cila po luan jashtëzakonisht mirë, duhet me përmend Japoninë që duhet luan mirë, që po luan mirë, dhe këto që i kemi mbri me i pa, por këto e në vetëm tek ndeshjet e para. Tash në ndeshjet e dyta, i cili sapo ka fillu, raundi i dytë, aty do të shohim formën e vërtet. Zvicra është kthyer rezultateve në rundën e dytë, në ndeshjet e dyta, dhe ka tregu formë jashtëzakonisht mirë, kurse thash Nikoqiri, Kanada, Meksiko dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për çdo lavdat, sidomos Shtetet e Bashkuara luajnë shumë shpejt, luajnë me ritëm, luajnë pa gabime, me intensitet lartë dhe është shumë vështirë tash
me parapa favoritet e mundshëm për rival të këtyne që janë kampion dë botës, se kanë shiu, si që është Argentina, Spanja, Franca, këta janë ekipe, Gjermania, të cilët janë mësu me fitu. Edhe të shofim ka parashikime të ndryshme. Në këtë garën, Messi, Ronaldo, s'po e sheh Ronaldon në kuadër në zonën e favoritit? Jo, nuk e shoh si favorit mund shumë. Favorit kryesor, ta themi kështu të ngushtë. Sepse vjen një ekip, një grup i lojtarëve të sulmuesve që vërtet janë. Haaland, për shembull, është një sulmues jashtëzakonisht i niveleve të larta. Mbappé është sulmues po ashtu më i miri i Francës. E kemi Messi, unë mendoj se në mes tyre tre futbollistëve do të jetë lufta më e madhe, sepse do të jenë edhe ekipe të cilët do të shkojnë më tutje, kështu. Edhe ata që do të luajnë më shumë ndeshje, më shumë ndeshje në mes të këtyne gjigantëve, në mes të këtyne ekipeve ku në përbërjen e tyne kanë yjet e mëdhenj, mendoj që gjasat më të mëdha që të arrijnë më shumë gola, sepse është numri i ndeshjeve. Kush është mes tyre favoriti? Në mes e këtyre tre lojtarëve, kënd e sheh ti personalisht si më favoritin? Për të qenë lojtari i turneut. Ma favorit e shoh Mbappé, sepse aty çdo gjë kontrollohet, është trajneri me përvojë që ka fitu tituj dhe në bazë të asaj që kemi parë në ndeshjen e parë, edhe pse ka shinu 2 herë, e Messi ka shinu 3 herë, unë konsideroj që sulmuesi i Anglisë do të jetë, ma përkujtoni Kane, po, edhe Haaland, Messi edhe Mbappé, këta 4 futbollistë do të jenë futbollistë të cilët do të konkurrojnë për këpucën e artë apo për golçenusin e kampionatit botror. Unë për veti jam tifoz i Anglisë, sepse gjithmonë jemi afër. Në fund kush është për ty? Po, unë kisha pas dëshirë me qenë Anglia për shumë arsye. Mendoj që para së gjithash ata gëzojnë një simpati të veçantë kur këmbrime i pa në Kosovë, këtu kanë qenë shumë të afërt këtu me neve dhe kanë tregu një sjellje sportive të cilën unë as nuk kam mujt me imagjinu, por duhet mos me harru se edhe pritja ka qenë qaq e mirë, sa që kjo nuk ndodh në një garë në kualifikime. Se përndryshe nuk është lehtë me tifozët anglezë. Pak nuk është lehtë, jo, po tifozët brenda tifozëve tanë, thuti se nuk ka qenë s'pak rëndësishme kush po fiton, kurse është një garë për kualifikim, që shumë e rëndësi kjo, dhe nëse kom pa ndonjëherë në ndeshje, si që tojnë vllazërore, atëherë ndeshja me Angli, Kosovë-Angli, në stadiumin Fadil Vokri ka qenë ndeshja ma specifike në këtë drejtim. Si trener, kush po ta mush mendjen më shumë? Te tani. Unë thash... A ka në befasi këtu? Befasi... është heret. Zakonisht kanë ndodhë befasi në rundin e parë. Ish kampion të botës, ka ndodhë që me njerë në rundin e parë të eliminonë, më shkoj, i ka ndodhë Spanjës, i ka ndodhë Gjermanisë gjatë garës, gjatë kampionatë. Dhe po thoni që ky kampionat shumë më i parashikueshëm, a? Ky kampionat nuk është i parashikueshëm, por FIFA është për kujdes që kjo mos me ndodhë. Për arsye se ka lënë mundësi që edhe 8 ekipe nga vendi i tretë mund të shkojnë të kualifikohen. Dhe kjo zakonisht ndodh ekipeve të cilët në moment mujnë me dalë jashtë formës, por që janë emrat e mëdha fitueste e kupave, dhe ata të rikthehen mandej, i lënë mundësin, sepse në këtë format, për herë të parë luhet, do të kualifikohen pas rundit parë 32 skuadra, kurse ma herët me 32 është startu. Edhe është shtu numri, se a është ma mirë apo ma keq, do të shohim pasi të përfundoj pas analizave, sepse çdo gjë që përkthehet në sajt të vlerave financiare, do të dihet a ka qenë ma i suksesshëm, ma pak i suksesshëm. Profesor, për imagjinojmë që pak
Kosova me qenë në kampionat botëror. A kish mujt me, dhe ku kish mujt me shku? Apo e kish përfundu në fazën e grupeve? Nga jo që po e shes sot. Dihet se në cëjnë grup do t'ishte edhe me shëbateve tjerë. Po, unë po mendoj që nuk është dashtë më lëshu rasti në Prishtinë, sepse kemi lutë si vendas edhe ai rast vështirë do të vjen, por jam i sigur që Kosova ka potencial që të luftoj dhe të befasoj, por edhe tjetë e prezentume denjësisht në një kampionat, në një eveniment botëror çfarë është ky që po luhet në Kanada, Meksiko dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë mendoj që në këtë grup jam shumë optimist që Kosova ishte prezentu shumë suksesshëm. Do të kishte gjaste ishte e dyta? Unë mendoj që ka pas gjaste nëse jo e dyta dhe treta, pse jo, sepse ky eveniment nuk është i njëjtë si në kualifikime. Do të thonë këtu janë faktor psikologjik në qoftë se ekipi është me karakter të fuqishëm, faktori parë. Faktori dytë është ajo përgatitja tekniko-taktike, fizike që duhet jetë prezente. Na kemi ekip i cili lun shpejt, i cili ka futbollist. Pse shumë rastin? Pse humbëm me Turqinë? Unë mendoj që pas tregon kjo për karakter diçka. Apo jo? Po tregon shumë faktor janë këtu. Unë po mendoj që pas ndeshjes me Slovakinë pati u kryu një komunitet i panevojshëm, ndoshta edhe eufori fillon me andru se shpejti do t'jemi, shumë shpejti do t'jemi në kampionat botëror, në ndanin vetëm 90 minuta edhe atë në terenin ton, gjatë të cilën ishte pa imagjinueshme se na mund ta humbim ndeshjen, e fituam Suedin në terenin ton, fituam ndeshje, luajtëm mirë me Zvicrën, fituam Slovakinë atje dhe kriju një bindje që jemi në... Bindje që na nuk ka pengesë. Në elanin e fitores. Sakt. Në vrullin e fitores. Dhe kjo na kushtoj, do më thonë, çka është dashur me bë dhe çka kemi bë tash lehtë është, por po mendoj që pas ndeshjes me Slovakinë çdo gjë është dashur, me qenë izolume, çdo gjë është dashur me u komentu si punë jo e kryme me Slovakinë, punë e cila as për gjysmë nuk është e kryme, punë vetëm fillimi ka qenë, kurse punë e kryme do t'jetë nëse fitojmë me Turqi. Në këtë farë moto kisha me thonë me u udhëheq apo me u para pregadit ndeshja për kundër Turqisë. Edhe po mendoj që patëm shumë nëshime që janë zakonshme, sepse jemi shteti i ri në këto gara, e kisha bindjen që na duke organizimi nga tribuna, te banka, te lojtar, të gjithë kjo me qenë e planifikume, e organizume dhe edhe drejtume në këtë formë që mos me dështu. Kemi pas rastin ideal, nuk e kemi shfrytzuar. A është kërkesë e drejtë kjo që pikërkojmë kombëtarës tonë herë të kualifikohen kampionat evropian, herë botëror. A kemi ne në realitet grup lojtarëve në dispozicion që është dashur me na dërguar në këto kompeticione? Apo thjesht kemi më shumë dëshirë? Unë mendoj se në sajt parametrave, sepse neve duhet me na udhëheq parametrat. Pas parametrave. Vlera e lojtarëve, pastaj forma e lojtarëve, vendi ku luajnë ata, ligat e cilat luajnë lojtarët. Formën e kishim të mirë. Formën e mirë. Vendi ku luajnë në Bundesliga, pastaj patëm Liga Italiane, nëse thojmë Serie A, 3-4 futbollistë Rahmani luajnë në kampionin e Italisë, Serie A, Muriqi ishte në vendin e dytë si gollshënues pas Mbappes me numër të madh golave. Fisnik Aslani dhe Abdullahu e të tjerët ishin në Bundesliga dhe në me të drejtë. Ky optimizëm nuk është vetëm në saj të dëshirave vetëm, por ishte i bazuar në fakte dhe na kemi potencial, kemi pas potencial. Unë shpresoj që në kampionatin evropian, në kualifikime do t'i arrijmë qëllimin që të kualifikohemi në një evropian, sepse kemi potencial, ka cilësi ekipi, po shpresoj që këtë potencial të shfrytëzojmë dhe shpejt jemi në këto evenimente, sepse janë të rëndësishme
nëse dikujt i duhet, mas shumë ti duhet Kosovës një prezantim ndërkombëtar në futboll, qoftë në evropian apo qoftë botror. Pas çdo mos kvalifikimi, pas çdo rezultati kemi ndërru vetëm trener. A duhet përgjegjësia të shkojë për te trenerëve? Po sigurisht se trajnerët të cilët kanë qenë angazhuar sot nëse shihni ata asnjëri kërkun të spunon. Kjo dëshmi që ata nuk kanë qenë trajnerë cilësor dhe madje është fakti që ata askund nuk punojnë. Edhe Foda është njëri prej trajnerëve cilësor, nuk diskutohet, nuk krahasohet me ata që kanë qenë përpara, por duhet me pranu që ndeshja me Turqinë nuk ka qenë e udhëhequr, nuk ka qenë e kontrolluar si duhet, edhe as e drejtuar si duhet nga trajneri, sepse për shembull e pa imagjinueshme për mua ka qenë një futbollist i Serie A me sfushori më i mirë me tiparet Sulmusit, apo Sulmusi më i mirë si të doni. Zhegrova mos me qenë pjesë e ekipit, o ka qenë luksi madh për neve. Asnjëherë s'kam e kuptu. Unë kam qenë prej të rrallëve që kam kritiku këtë qasje sepse neve në është dashur fitoria. Dhe mandej komentet, përgjigjet kanë qenë të forma se e kemi zgjedh ekipin më të mirë, jo lojtarin më të mirë. Në realitet, ekipi më i mirë bëhet prej lojtarëve më të mirë. Ashtu ishte dashur me qenë? Ashtu ishte dashur, është e logjikshme, po përgjigjet kanë qenë shumë filozofike në këtë aspekt. Edhe pastaj përgjigja tjetër ka qenë se kinse Zhegrova nuk ka pas minutazh të mjaftueshme. Kjo nuk duhet me qenë arsye sepse ai mundet mos me pas minutazh tek Juventusi, por në ekipin e Kosovës ai ka qenë i pa diskutueshëm, po mendoj unë. Dhe sido që tjetë, derisa trajneri fiton ai gjithmonë ka drejt, por kur humbet ndeshja, atëherë duhet me marrë përgjegjësinë. Dhe kjo që ende deri sot kërkush nuk e ka marrë përgjegjësinë, nuk është në rregull, sepse nëse nuk e merr përgjegjësinë, atëherë im shefim dobësinë tonë. Nëse im shefim, na nuk mundemi me i luftu, apo nuk mundemi ndryshu. Velvel, pyetja e fundit. Po të ishe përgjithësi i Kosovës, kënë këshe cënë lojtar dhe ta këshe titulluar të pa diskutueshëm për gol, për lojë? Zhegrovën? Që të pa diskutueshëm janë pjesë dërmuese e këtyre lojtarëve që kanë luajtur. Po. Një që është Muriqi ka qenë gollshenues i La Ligës, edhe nuk diskutohet. Rahmani është në Serie A, është i pa diskutueshëm. Pastaj në mes të fushës kemi pas Abdullahu, ka pas futbollistë të cilët vërtet kanë cilësi. Pastaj Fisnik Aslani i pa diskutueshëm, por edhe Zhegrova është në mes në tyne. Dhe është dam i madh që për skaj Aslanit mos me qenë edhe Zhegrova. Për të tëve një, kënë ma e kështë nëzirë, e kështë vequ. Në shijen tënde, të ke fundit, se futbolli është dhe shije. Që nuk është shumë shtirë me nda lojtarët e mbrojtjes në mes fushën me sulmi, sepse sporti, futbolli në realitet është lojë kolektive, edhe gjithmonë për me fitu duhet me funksionu grupi. Kosova ka qenë suksesshme vetëm se ka funksionu si grup, jo si individ. Si individ është shumë shtirë, prandaj unë nuk muj me nda diken, po them në mbrojtje, Rahmani është i pa diskutueshëm, në sul, Muriqi është i pa diskutueshëm, në mes fushës, Musliu, po më duket është i pa diskutueshëm, edhe pse në ndeshje kundër Turqisë nuk është se ka qenë në momentin më të mirë, po këta janë lojtarë pa diskutueshëm në këtë moment sipas reparteve. Dhe e pranoj si përgjigje. Dhe është shumë shtirë me i nda këta, dhe të thash edhe në sulm një ekip, një përfaqësuese që ka Muriqin, që ka Zhegrovën, është pse jo edhe Rashicën, edhe pse në kohët fundit i kanë gjetë behane shumë, kinse nuk po e jep maksimumin. Unë mendoj që Rashica është njëri prej lojtarëve shumë cilësor, i cili mund të kontriboj shumë në kualifikimin e Kosovës në këto evenimente, sepse është një djalë me karakter, është një fatkeqësi tjetër që cilësia, kualiteti i Kosovës është edhe i shpërndanë
Na kanë shku disa lojtarë që luajnë për shtete tjera dhe kjo është edhe një nga prej arsyeve që në këtë moment jemi kështu si jemi, por unë jam optimist që Muriqi do të jetë sulmuesi në evenimentin e ardhshëm evropian. Faleminderit profesor. Ishte kënaqësi.